Përshëndetje miq, atëherë po mendoja të ndaja diçka në lidhje me edukimin. Po ja filloj nga bazamenti, ose më saktë nga themele. Edukimi është, le themi, çelësi që hap portat e niveleve tjera nëse realisht duam të bëjmë punë dhe zhvillojmë personalitetin ton konsistent dhe në vazhdimsi. Sikur se e thash, edukimi është bazamenti. Duke filluar nga, po themi, edukimi fizik. Edukimi fizik nënkupton mirëmbajtjen e fizikut, përkujdesjen e të ushqyerit dhe për të pasur, le themi, një shëndet fizik cilësor dhe optimal, dhe më pas duke vazhduar, le themi, kur nënkuptoj mirëmbajtur, nënkuptoj që të kemi një regjim në të ushqyer, po ashtu në stërvitje në rregull dhe në mbarvajtjen e një disipline që tashmë dihet pa disiplinë nuk arrim ta mbajmë konsistencën e vazhdueshme, kurse fal disiplinës i arrim qëllimit dhe pastaj dihet që nuk mbaron me këtë nivel disiplina, vazhdojmë një kat më lart, që do thotë përpiqemi të kultivojmë botën emocionale, sikurse aty, le themi, janë pjesa më e madhe e traumave që kemi marrë gjatë kësaj jete, të paktën, se ha debat nëse do futemi më thellë dhe më tutje. Por le të mbetemi këtu. Ngërçet që kemi te bota psikike apo traumat që na kanë mbetur aty, duhet të fillojmë t'i kuptojmë ku i kemi ato, le themi, bllokada, dhe sadopak të fillojmë t'i kurojmë dhe të përballemi me to duke bërë një lloj, le ta quaj, katarsis që ta shplejmë atë mbetjen që, apo le themi, ato mendimet që kemi ushqyer vazhdimisht, që janë jo në favorin ton, po në disfavorin ton, sikurse janë, le themi, mendimet negative, por jo vetëm kaq. Duke mbajtur një lloj, le themi, qëndrimi të kujdesshëm dhe vigjilent ndaj, po themi, ndikimeve të jashtme, sikurse janë dezinformacionet, shoqëritë toksike, televizionet që na her pas here na përçojnë një, le themi, një frekuencë tulët që na lejnë një shije jo të mirë, por arrim të përkujdesemi dhe për aureolën që mos të depërtoj, le themi, mos të depërtojnë entitetet e errta tek bota jon emocionale, që të na ezaurohet, le themi, energjia, sepse sa më shumë i lem të depërtojnë entitete të tjera tek bota emocionale, sikur ndihemi më të boshatisur nga, po themi, energjia, ndërsa kur kemi një filtr dhe jemi, po themi, kemi një lloj mburoje, apo si ajo anija që nuk i lëm dallgët t'i hyjmë brenda, atëherë lundrojmë dhe nuk ka asnjë lloj problemi, sidoqofshin ato. Për sa kohë ne nuk jemi të kujdesshëm, ato depërtojnë tek bota jone emocionale, aty fillon problemi. Kështu që duhet të jemi shumë të kujdesshëm te ky nivel. Besoj është e qartë deri diku, le të vazhdojmë te niveli tjetër. Sipas këndvështrimit tim kuptohet, jo çdo gjë që mund ta them unë është e vërtet ekzistenciale, por mos edhe
themi që ndoshta dhe këto që jam duke thënë mund të jenë totalisht pa vërteta. Madje zgjedhja pastaj dhe analizimi është në dorën e gjithë secilit, po unë besoj që janë të dobishme, të paktën për mua kanë qenë, shpresoj të jenë edhe për ju. Atëherë, po them, tani të kalojmë te një nivel më lart, sikur është niveli mendor. Te niveli mendor shumica me keqardhje them, janë të mbyllur. Kështu që nënkuptoj, edhe unë mund kem qenë dikur, nuk është një gjë për të ndjerë keq, por nga diku dihet që duam mirë është t'ja fillojmë. Për sa kohë mendja është e mbyllur, njeriu nuk depërton, le themi, te niveli mendor, sepse është i programuar. I merr shabllon gjëra, siç i dëgjon ashtu i përsërit etj me radhë. Nëse atëherë, nëse realisht duam të bëjmë punë te niveli mendor, është pak a shumë, po themi, si një tokë që duhet të mbjellim diçka, ta kultivojmë, t'ja bëjmë, le themi, procesin që duhet bërë, ta punojmë, t'lerojmë, ta vadisim vazhdimisht dhe pastaj të presim frytet. Kështu është edhe te niveli mendor, duhet vazhdimisht të po themi të hetojmë, por jo vetëm kaq. Vazhdojmë për ditë lexojmë gjëra që na motivojnë, na inspirojnë, na frymëzojnë dhe për më tepër edhe të reflektojmë paksa ndaj gjërave që kemi lexuar, kemi dëgjuar, kemi mësuar dhe t'i përzgjedhim sa të mundemi, le themi, informacionet, sepse informacioni materializohet tek ne, ose më saktë nga i pikë tutje realizohet nëse vazhdojmë me ushqim. Nëse informacioni është i shëndetshëm, sigurisht edhe ne do jemi të shëndetshëm. Por nëse informacioni apo dizinformacioni nuk është i shëndetshëm, dihet që do lea të shihen jo të mirë tek brendësia jonë. Kështu që nga një pikë tutje duhet dim çfarë të lexojmë, çfarë të shohim, me këtë shoqërohemi dhe çfarë bisedash të diskutojmë dhe të konsumojmë me njerëzit që na rrethojnë, sepse duket, sipas meje, secili tregon nivelin që ka, pa u ndjerë keq. Kështu që s'thon kot që secili ka jetën që meriton. Pastaj, nëse duam që realisht kemi një jetë, le themi, më me tepër larmishmëri dhe atraksion, i bie që duhet të thyem kufi vazhdimisht dhe të dalim, le themi, për te habitatit ton të zakonshëm, që do thot për te jetës sipërfaqësore, por të guxojmë dhe të përballemi me ato, le themi, kufit që sigurisht janë te secili prej nesh, por kur ne përpiqemi të te kalojmë çdo ditë sa mundemi, qoftë edhe një nga ato gjërat që na mbajnë ne të lidhur, përpiqemi të çlirohemi prej tyre sa të mundemi, kuptohet, por kjo do thotë që ne jemi në proces të sipër dhe sa më tepër, le themi, të bëjmë progres tek thyerja e kufive, aq më të lirë do jemi, le themi, nga nivelet e personalitetit, sepse kur them nivele, nga vetë fjala personalitet nuk kupton që ka shumë nivele brenda ose shumë thonjza personalitete që disa i njohim, disa nuk i njohim. Kështu që kur fillojmë bëjmë një lloj pune me veten që nënkuptoj është ai edukimi që duhet ta bëjë gjithsecili nga ne, atëherë fillojmë e shfrytëzojmë dhe deri diku realizojmë disa gjëra që ja vlen kur e mendojmë që kemi bërë, le themi, një lloj procesi dhe nuk jemi ndalur, por jemi, le themi, në përmirësim e në vazhdim të realizimeve që
gjithnjë na çojnë në nivele më superiore dhe më të shëndetshme. Kështu që rruga e vetnjohjes nuk përfundon, besoj unë, ndonjëherë. Kështu që për sa kohë do kemi jetë, ne do jemi në zhvillim, në përmirësim dhe mbi të gjitha t'ja vlej, le themi, jeta, sepse kur them t'ja vlej jeta, të paktën të përpiqemi të lëm gjurmë, sepse secili njeri nga nevoja e brendshme do që të lej, le themi, një gjurmë, sadopak. Pastaj nëse lëm një gjurmë që frymëzohen edhe gjeneratat e tjera, do thotë që jeta jonë ka qenë një jetë me bëma, kështu që kush nuk do dëshironte të bënte një jetë sadopak me bëma gjatë harkut kohor që jeton. Kështu që fal bëmave që mund të bëjmë, tregon edhe, le themi, nevoja që duam me patjetër, sepse këto janë nevoja, po themi, të një niveli shpirtëror që duam t'i realizojmë të paktën me patjetër gjatë këtij cikli jete. Kështu që secili prej ne e ka zgjidhjen për të bërë ato gjëra që realisht në fund do e falenderoj vetja nëse e ka bërë përpjekjen e tij maksimale. Kështu që ritmi është ndryshe për gjithë secilin nga ne, por kjo nuk do të thotë se ne jemi ngar. Kush ka ritëm më të shpejtë, kush më ngadalë. Mjafton që secili të gjejë ritmin e vet dhe të vazhdojë, le themi, progresin dhe lulëzimin tek mirëqenia e tij. Kështu që ditën e mirë dhe ndoshta rishihemi në trajnimet e radhës, sepse vetë trajnimi është një lloj, le themi, çekanisje e vazhdueshme e personalitetit tonë, për të bërë më të fuqishëm, më të shëndetshëm dhe më harmonik dhe të balancuar gjatë, le themi, përballjeve me të panjohurat që na sjell jeta. Kështu që duhet ta marrim çdo lloj, le themi, të panjohura apo sfide me sportivitet, sepse fal sportivitetit që mund ta marrim, ne mund të kemi një mendësi shumë të shëndetshme për të përballur me ato gjëra që mendja jonë s'është gati akoma të përballet, por shpirtërisht e dim që asgjë në këtë jetë, po themi, nuk ka gjë që nuk mund të zgjidhet. Sikurse janë zgjidhur të gjitha gjërat që kemi kaluar deri tani, kështu do zgjidhen edhe gjërat që do vinë nga e ardhmja, derisa të kemi, le themi, jetën të shënuar në këtë cikël dhe madje të shkojmë drejt atyre gjërave që realisht mezi presim t'i bëjmë pjesë e jetës sonë, duke pasur atë lloj, le themi, mirëqenie që do dëshironim vërtet ta bënim mënyrë jetese dhe stilin ton të përditshmërisë. Ditën e mirë.